Në fazën e dytë të konkursit kombëtar për gjuhën shqipe, të zhvilluar në Korçë, shkolla 9 Belortau përfaqësua me një projekt inovativ, i cili u vlerësua me certifikat të veçantë nga Juria. Projekti kishte në fokus ndërtimin në rrjet të një biblioteke digjitale për fëmijë, me qëllim lehtësimin e aksesit të nxënësve në libra dhe materiale edukative në format digjital. Ne u morëm më së shumti me pjesën e projektit, paraqitje në PowerPoint. Pasëm pak vështirësi në fakt për ta bërë sa më të paraqitshme, por ja dol. Në pjesa e debatit ishte goxha e vështirë pasi kishim një tema më të vështirë se sa skuadra kundërshtare, ndërsa prezantimi i projektit ishte i parapërgatitur, kështu që nuk ka sa shumë vështirësi. Mësuesi Erget Cenolli ka përgëzuar nxënësit për këtë arritje të rëndësishme dhe shpreh besimin se dhe në të ardhmen ata do të vazhdojnë të kenë synime të qarta dhe iniciativa që kontribuojnë në zhvillimin e arsimit dhe kulturës së leximit. Është nevoja për leximin e librave shqip, sidomos në moshës 13, 14, 15. Shumë nga ata që janë në emigracion i kërkojnë dhe nuk mund t'i gjejnë fizikisht këtë libër. Kështu që ne së bashku me nxënësit menduam të bëjmë një projekt për krijimin e një biblioteke digjitale. Projekti u dallua për synimet e qarta, strukturën e mirë organizuar dhe për produktin e prekshëm e të përdorshëm gjerësisht, duke treguar aftësi konkrete të nxënësve për të lidhur njohuri teorike me zgjidhje praktike.